Nuk jam dy botë që krahasohen. Këngëtarët e një lloj muzike më serioze, më të ndjerë për publikun, kanë kërkesa të tjera dhe këngëtarët komercial pa diskutim që kanë kërkesa të tjera. Ajo çfarë ti nga brenda përpiqesh të bësh është i përshtat një lloj stili për secilën nga palët. Një stil që ti e diskuton më parë me ta, se që janë kërkesat e tyre, pastaj ke një kërkim që ti e bën për kërkesat e audiencës këtyre këngëtarëve. Këto të dyja i ndan stili. Ti përpiqesh gjithmonë të kesh një stil caktuar për njërin palë, një stil caktuar për palën tjetër. Dhe brenda njërës palë ke stile të ndryshme, në varësi të llojit të artistit. Ajo që ti mund të bësh si regjisor, edhe si staf realizues, është që çdo këngëtari të përshtatesh duke i ditur të kaluarën e tij, duke ditur çfarë lloj arti i përcjell publikut të tij dhe duke parë dhe ato specifikat që ka një këngëtar apo këngëtare e caktuar.